gebe Ihnen ein Beispiel. Kurz vor Neujahr 2023 standen 2 Lkw quer auf einer Straße in Mitrovica. Po u jap një shembull, para vitit të ri 2023 në Mitrovic qëndronin të bashkuar 2 kamion në një rrugë. Ajo që dukej si një bllokim i rrugës krejt i padëmshëm, doli që më vonë kjo ishte planifikuar taktikisht e ushtarakisht. Jo vetëm kamionet ishin vendosur në atë mënyrë, por edhe njerëzit që ishin të pajisur me mjete shpërthyese. Raste të tilla nuk janë të rastishme, por tregojnë që në Kosovë ende ka rrezik nga jashtë dhe të jem më konkret nga fqinjet verior. Nëse nuk më besoni, unë po ju prezantoj me rastin e dytë që të gjithë e njohim. Sulmin të manastiri Banjskës në Kosovë, një manastir serb që u sulmuan nga paramilitarët serb, të udhëhequr nga një person me emrin Radojčić. Ky manastir supozohej kinse do shliroj nga institucionet e sigurisë kosovare dhe kështu të krijoj trillimi që forcat kosovare të sigurisë ndërhyjnë në manastirin ortodoks serb. Ne duhet të shohim nga afër situatën e sigurisë në juglindje të kontinentit tonë dhe do të shohim se kush është mik e kush armik dhe kush me buzëqeshje dhe me mjete perfide operon në atë rajon. Unë flas edhe për kualitetin e armëve që atje u gjendën e që ishin pjesë e grupit të Radojčićit, me të cilat janë pajisur ushtarakisht dhe që ky njeri ende jeton në Arrati në Serbi. Kështu që ndaleni hajdutin. Bei dieser Gruppe Herrn Radojčić gefunden wurde, militärisch durchaus Belang hatte und zum Zweiten dieser Mann in Serbien weiterhin auf der Flucht ist, also haltet den Dieb. Aber leider sind die Probleme in der Republik Kosovo. Fatkeqësisht, problemet në Republikën e Kosovës ende nuk janë larguar. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë. Në veri të vendit vije deri te incidente shpesh, kurse 3 herë në periudhën 18 mujore, Kosova ka mbajtur zgjedhje të reja. Ne e shohim që Rusia gjithandej botës po e shtrin ndikimin e saj, aty ku ka pasiguri dhe konflikte. Prandaj, për këtë na duhet tutje misioni në kuadër të KFOR-it. Den KFOR-Einsatz im Kosovo.